Po, Ramazani kem karu letë, të konë koha mirë shumë, në ka një mu zoti, inshallah në ka mu zoti ka bëllë, kush ka një, kush ka një nu. Ju falenderit juve për pyetje, edhe ju ko praj festa, e mbarë vajzave t'juve, familjeve t'juve kajtë. Kjo është ditë që s'harrohet kur, njeriu kur është me fe në vetë, e kupton, e man, edhe sa ka mundësi. Kjo s'harrohet, njeriu deri të vdes. I lumjaj që mundet me bo mirë, lumjaj që mundet me punu, me gjallnu, me rujt familjen, edhe me mbajt shoqërinë si duhet. Pra, e kam edhe një lutje, për ata njerëz tonë, shokë tonë, që na imojnë pa nevojë, inshallah Zoti ndihmon e i liron edhe vinë sa më shpejt në vendin e vet, se na mungojnë. Elhamdulillah për Zotit shumë mirë e kena kalu, konë Ramazan i mirë, i letë, që ma mirë s'ka qyrshiq. E unë u këshna uru krejt besimit islam, që ka janë Fitr Bajramin, urime për shumë vjetë, me të mira e me gëzime. Për meni Hoxha Efendiju, për që të vrasje, që të inshallah vimë në herë veti se vallahit, shumë do me madhë është kjo përbi, po subhanallah. I uroj të gjithë fetar ku janë kudo që t'jenë në rrezon toksor, muslimanëve, Vitin Bajrami po ja uroj dhe në ardhmen një bajram edhe më të këndshëm, më të mirë, edhe me një sukses më të mirë, edhe të ndalohet kjo dhuna që janë të bo për fatkeqësinë.